Në moshën kur fëmijët sapo mësojnë të mbajnë në dorë lapsin, Ajsa Ruka nisi të vizatonte ëndrat e saj në çdo mur të shtëpisë. Talentin për artin e ka të trashëguar nga jati, por rrugëtimin e ka bërë të sajin me shumë pasion dhe përkushtim. Piktura ka qenë një pasion që kur kam qenë e vogël, kam filluar të pikturoj që 5 deri në 6 vjeçe, ku aty kisha qenë në kurs me profesor Aljosa Bilbilin, profesor shumë i mirë. Më ka ndihmuar shumë të arri ku jam unë në jetë, tani me pikturën. Që në e vogël, më shumë kam vizatuar tek muret e shtëpisë, si fëmijë i vogël që isha shumë, si ta them, emocionuar, shumë e qelur, po më shumë vizatoja edhe në laps, në letër, në bloqe, në libra. Kritiku im i parë ka qenë babi im, që kur kam qenë e vogël dhe kam vizatuar, ai gjithmonë më shikonte pikturat edhe më thoshte se çfarë duhet të fokusohesha më shumë, çfarë duhet të rregulloja, por edhe më ka thënë diçka që kur ka lindur piktura në këtë jetë ka lindur dhe kritika, që unë gjithmonë do e mbaj në mendje. Sot, lapsat dhe fletët e bardha janë pjesë e pandare jetës së saj. Ajsa ka arritur të krijojë vepra të mrekullueshme, të cilat janë vlerësuar disa herë me çmime të ndryshme në aktivitete artistike. Çmimit e para që kam marrë ishte çmimi i dytë, kur kam qenë e vogël në një konkurs pikture në Tepelen. Pastaj kam marrë çmim të tretë në konkursin e pikturës të Kryqit të Kuq në Tiranë. Kam marrë rang të 5 në një konkurs në Maqedoni, edhe në konkurset që ka bërë shkolla, kam marrë çmim të parë. Jam përqendruar më shumë tek të dyja, të them të drejtën, edhe te vizatimet edhe tek piktura. Pavarësisht talentit të saj të veçantë, Ajsa Ruka ka marrë mbështetjen e vazhdueshme të familjes dhe stafit pedagogjik të shkollës Nonda Bulka. Nëpërmjet, ajo premton se do t'ua shpërblejë këtë besim me punë, përkushtim dhe vepra të mira në të ardhmen.